Vendimi i policisë bashkiake për të bllokuar tregun për mos plotësim të kushteve higjienike ka irrituar tregtarët. Mjetet e policisë bashkiake kanë bllokuar hyrjen e tregut ushqimor te ish uzina Dinamo në rrugën Ferit Xhaiko, duke mos lejuar furnizimin gjatë natës. Tregtarët këmbgulin se nuk kanë ku të çojnë mallrat, ka edhe konfrontime fizike. Kamionët dhe furgonët me mall në formë proteste kanë bllokuar rrugën Ferit Xhaiko në aksin që lidh kryqëzimin e rrugës 5 Maj me ish restorant Durrësin. Është momenti i negociatave. Situata merret përsipër nga kryepolici i Tiranës Bernard Caushe. Ja çfarë u vendos pas bisedimeve. Tregtarët do tregtojnë tek seksioni A. Tregtarët e pakisës, ndërsa tregtarët e shumicës, në qoftë se do plotësohen kushtet e B-ja, do të vazhdojmë. Personat do futen të gjithë. Që mos ushat malli. Drejtori i policisë bashkiake tërheq vëmendjen pasi kushtet higjienike janë parësore për jetën e qytetarëve. I bëjnë një apel edhe tregtarëve. Në momentin që ato kanë të qartë këtë shkresë nga Inspektorati Sanitar Shtetëror, që lidhet drejt për drejt me shëndetin e qytetarëve, të marrin masat dhe të mos vinë e të përplasen me punojësit e policisë bashkiake apo të policisë shtetit dhe mos të instrumentalizohen nga seksionet të ndryshme, por të marrin masat dhe të ndërpresin këtë aktivitet që për momentin është i palishëm nga ana shëndetësore dhe është jashtë kushteve higjieno-sanitare dhe dëmton rënd shëndetin e qytetarëve të Tiranës. Cilat do jenë hapat që do ndërmarrë policia bashkiake? Hapat e policisë bashkiake janë nga nesër e mbrapa, përveç kapanonit ta dhe shitjes me pakicë, nuk do të ketë asnjë lloj tregtimi tjetër, sepse është në kundërshtim flagrant me vendimin e Inspektoratit Sanitar Shtetëror dhe nga momenti në moment mund të jetë një tragjedi për shëndetin e qytetarëve të Tiranës, nëse do të lejohet. Po kush është trumbullari i konfliktit? Ky është seksioni B, për të cilën Instituti i Higjienës ka vendosur të riparohen këto tmeta që po punojnë këtu. Na u komunikua që përveç këtij seksioni B, në pjesën tjetër të tregut do vazhdojë të kryejë aktiviteti. Juve jeni dakord me këtë vendim? Asnjë problem, as i kem kundërshtuar njëri. Po ata vetëm bllokojnë gjithë tregun në 3 hyrje të tregut, mos hyj asnjë makinë. Mos hyj asnjë tregtar. Çlidhe kanë këta gjitha kematan me këta këtu. Pas situatës që zgjati 3 orë gjysmë dhe vetëm rreth orës 1 pas mesnate, aktiviteti tregtar i tregut u kthye në normalitet. Administratorët morën përsipër plotësimin e të gjitha kërkesave të higjienës, ndërsa tregtarët vijojnë punën. Tregu te ish uzina Dinamo funksionon prej 14 vitesh. Aty kryen aktivitet 480 subjekte, duke punësuar rreth 5200 punonjës.